Mos të marr shumë kohë dhe një çështje të fundit që dua të pyes. Ju jeni njohës shumë i mirë i politikës ndër vite. Si mendoni se është transformuar politika kryesisht brenda Partisë Socialiste nga Fatos Nano tek Edi Rama? Pyetja është e vështirë. Po Fatos Nano nuk ka qenë një kryeminist i zakonshëm. Kryesorja e njëra është që të flasim për eksperiencën, se ky është shtet i ri. Dhe ata kanë qenë kryeministët e parë. Nano është nga kryeministët e parë. Nuk mund të themi që ka ardhur eksperjenca edhe 2-3 kryeministave ose 4 kryeministave të tjerë. Flasim për momentin pas 90-s. Dhe Nano është nga të parët. Dhe Nano tregoi në nivel të lartë. Kemi realist. Pavarësisht që jeta atje ashtu ndodhi, por Nano tregoi një nivel të lartë si kryeminist. Tolerant, human, asnjë gjë nuk e bëri kundërshtarit. Kjo është kryesorja. Cili është kundërshtari? Saliu. Se çfarë i bëri Saliu? E futi në burg. Pa prova. U tregua kryeministri i nivelit perëndimor. Ndonjë që ka qenë i vetmi i këtij niveli në Shqipëri? Deri tani kështu rezulton. Pse? Nuk është problemi se këta janë njerëz negativ, kanë pasion. Ju e keni njohur mirë. Mund të luash, ju lutem. Mund të luash shah me pasion? Ë? Ti ikën për tresha brenda minutit. Këta ca me pasion, ca janë me pasion. Por nuk janë me pasion në kuptimin patologjik. Kurse Nano nuk ka pas pasion. Ishte i qetë. Kemi realist. Po mos ishte një nga arsyet që nuk eti shumë në politikë, ose u tërhoq më saktë. U tërhoq shpejt, ai mund të kishte vazhduar, se e ka lënë që në 2005 në politikën. Ja, ai bëri, u tregua konstitucionalist. Humbi zgjedhje dhe adorejë. I vetmi. Ja ku e ke Saliu. Sa zgjedhje ka humbur? Ka dhënë dorëgjën. Vetëm Nano e bëri ato, kemi realist. Po e bëri pse është dobësi, ja, është forcë. Është forcë, po çfarë? Ka hyrë në histori. Dorëgjën. Humbi zgjedhje dhe adorejë. Pse? Ajo është kërkesa e statutit të këtyre të dy partive. Po e ke parë se çfarë Saliu? Votën zgjedhjet. Gjithë kryesorja është që herën e parë nuk e faj nëse të kanë manipuluar zgjedhjet. Herën e 2, 3, 4 s'ke është fajit. Vazhdon, e kuptoni ku jemi. Unë po të tas profesionalisht në funksion të fajësisë. Një herë mund të thuash që unë isha i pakujdesshëm, sepse nuk kishim eksperiencë. Po dytën, po tretën që s'do dojë. Çfarë ndodh? Nuk pranon kushtatutën. Edhe statutin tënd. E di pse thot ai na i manipulon zgjedhjet? Se nuk respekton statutin e tij që thot po humbe zgjedhjet, do t'ja japësh dorëgjën. E ka si justifikim thonë. E ka si justifikim kot, se nuk ka provuar me proces gjyqësor asgjë. Pse? Kjo tregon që po të vinë pushtet është diktator. Nuk diskutohet. Do të thonë diktatoria në kuptimin klasik, po do të thot jam unë. Këtë tregon natyra njerëzore në funksion të asaj që njohim ne të asaj jurisprudencës në funksion të pasionit për pushtet. E njohim në themel në jurisprudencë, nga ajo vjen krimi shtatar. Unë i rast shkurt, po besoj se e kuptueshme. Ishte shumë e qartë. Faleminderit për intervistën. Si për herë jeni fantastik në atë që... Faleminderit nga ju. Kënaqësi.